26 është sot 29 vjetorin e dy për qëndrimin e tyre ndaj diktaturës, qëndrimin eroik të tyre në Etusit, së bashku me vllajën e tyre, erojin e gjallë, Zotin Bedri Bloshmi, na bëjnë që të përulemi përpara kësaj vepre monumentale, një nga veprat më të mira për sa i përket strukturës në Shqipëri, e krijuar, e prodhuar me pasion, e krijimtari të lartë artistike e skulptorit të shuar Sadik Spahia. 20 vite më përpara, ne këtu, unë kam patur privilegjin e përuruam këtë vepër, së bashku me kryetarin e bashkisë së kohës, Zotin Shaqir Vukaj, me presidentin, Zotin Mojsiu, së bashku me aktorët e shuar, të paruari Mirush Kabashi, Tinga Kurti, Raimonda Bulku, Bujara Sqeriu, me studiusi Sadik Beko, një nga studiusët më të mirë të veprës së Wilsonit dhe Gencit dhe shumë personalitetet të kulturës. Dhe ne sot vim basi. Më lëkuar sa Liza prevede, sa jetë që ke shuar, spaqor dere më lëkuar sa Liza prevede. Krimin që bëri terrorizmi komunist në Shqipëri. Atëre falemderin të gjithëve që morët pjesë, deputet, gazetar, artist, e të gjithë ju të tjerët, këngëtarët e vlorës ta bilbila për mua, që unë më ndjeva shumë, janë vetë 2-3 këngë të tjera, por sot i erdhi rada kësaj dhe u falenderoj të gjithëve. Që kjo dilë pse zezë, pse hidhur, neve unë personalisht por dhe të tjere me këngulljen e deputetit të vlorës Zoti Bujar Leskaj, sa ta kemi frenë, kjo do përkujtohet. Falenderit. Artir dit gjithë se cilit, kam përshtypjen politika duhet bëjmë më shumë, ne kemi bërë shumë. Fosha për demokratë më dhej, shjeta e tyre, s'ka nevoj këta për elogje, për mermerera, për gjamurina, për këto aluminera. Këtu shtëpia e tyre, jeta e tyre dhe madhështia e tyre. unë kaj ka mundë ne. Bujar të recitoj një poezi për Wilsonin Gencit? Bajmon një djallet super elegant atë në xham, në film. Timit a e gdhet e tërë çatin. Jemi këtu kam një emocion të veçantë Për këta dy djem. Unë dalloj. Për këta dy djem, do me thënë që vetëm drit ishin. Dhe i fikën. Dy djem. Kishim fringa e vërtetë. Dy djem që donin kulturën, donin vendin, donin atë dheun, këta dy djem. I kanë pushkatuar në mënyrën më mak. Kule dhe poetët Rridhen varat në male, më le vetëm dhe ike, ndër vite. Ti nuk e vdekur, ju nuk keni tretur, bashk me Gencin Binjak, në zemrat tona ju keni mbetur. Brezeshta martire, kanë zirë filozof e poet. Sa herë shkumbini gurgullon, ju do të mbeteni në zemrat tona fisnike prije, në telat e violinës, ju mbetët të pavdekur, ju këndon poeti, miku ju e vjetër. që jam ka kanë spaq Borrell 12 vite dhe është përshkatu në Bun, sa për historinë, dhe nuk ja kena gjetë akoma trupin dhe varrin, edhe pse babai im e ka kërkuar për shumë vite. Kështu që unë e Bujari kena bërë një betejë jo vetëm parlamentare në foltoren e parlamentit, por edhe duke prezantuar akte ligjore për shtresën e të përnjekurve politik, të cilët asnjëherë nuk gjetën miratimin e Partisë Komuniste.
Për para 5 vjetësh. Së bashku me kolegë të tjerë deputet të Partisë Demokratike, zotin Bardeli, zotin Bujar Leskaj, zotin Piroli, kemi ardhur në shtëpinë muze të Gencit dhe të Wilson Vllaushmit, sikurse e thash dhe një herë për të kujtuar lavdin e 2 poetëve të mrekullueshëm të qytetit të Librashtit. Të të ndjerve Daga në Mjorgu, me qirësina. Bërë analizën dhe tha që vepra që ka lexuar janë në lakë. Dere malëkuar sa filiza prevede sa jetë që ke shuar spato dere malëkuar sa filiza prevede sa jetë që ke shuar sa jetë që ke shuar. E deshtë dilnit zotë i kurinia edhe poron amaneti dhe boftë Shqipëria. Deshtë dilnit zotë i kurinia poron amaneti dhe Shqipëria dhe Shqipëria.